20 lekë për 24 orë. Nëse doni të shihni nëse mbietoj apo jo, shikoni videon deri në fund. Dhe normale, gjëja e parë që duhet bëja është të shkoj te Foodie Books dhe të merrja gjën më të lirë që mund të gjeja. Pra një picë. Okej, pizza u mor, ja ku është kjo këtu. Është e vogël, po nuk kemi çfarë i bëjmë se normale çmimet janë rritur aq shumë, ju do thoni pse s'more byreku, pse s'more diçka tjetër. Nuk mund të marrësh dot se një sër si byreku, nuk ka më byrek 20 lekë. Kushton dhe 100 lekë. Po nuk kemi çfarë bëjmë, do ta ham edhe do shkojmë, do ta ha këtë edhe. Fiksisht shtëpia. Do shkoj, kam gjetur një vend këtu afër lagjeve që të pi kafen, sepse na duhet kafja të jetë paktën 70 lekë minimum. Nuk kam gjë të madh të shpenzoj shumë lekë për kafe, kështu që inshallah është dhe 50 lekë. Nëse gjej 50 lekë jam super fare. Kafja kushtoi 60 lekë, kështu që ishte okay, nuk është se ishte shumë shtrenjtë. Piva këtu ulur shpejt dhe lëviza për të bërë sfidën e tretë. Okej, mbaruam dhe kafen. Shkoja për sfidën e fundit, taksin. Dhe mendova gjeta një aplikacion. Ai thoshte që do t'ja pik falas që mund t'i kthesh në lekë dhe pastaj mund të marrësh udhëtime taksi falas. E hodha, ja dërgova shokëve. Nuk i mora pikët. Domethënë tek ai aplikacion shokët e tu duhet të merrnin udhëtime dhe mbas 10 udhëtimesh ti mund të arrije të bie thjesht një udhëtim 5 minuta, domethënë mund të merrje 500 lekë ndoshta. Nuk funksionoi, na mashtroi si aplikacion pak, po kam një ide tjetër, një ide më të mirë. Do shkoj tek ta xhaxhat që kanë makinat e tyre private që më kanë kthyer taksi dhe thjesht do t'i them më çon nga këtu deri në një vend 5-7 minuta larg diçka e tillë, edhe se kam vrarë këmbën ose përtoj të iki ose kam gjëra, nuk e di, diçka e tillë, dhe afus kot. Që po lëviz tani, të shikoj rreth e rrotull vërdall, po pash në njëra këta dhe duhet të ketë, patjetër që duhet të ketë. Dhe inshallah s'na merr shumë lekë, të pak mos harxojmë 200. Si e? Hajde taksi. Si e do, më çosh deri diku? Okej. Ja, deri aty, se kam vrarë këmbën edhe nuk... Më do qenë në spital? Jo. Do qenë spital? Qa ju, po? Jo, deri këtu. Moj, Tiramat, qa I ke përdoru këtë shumë? Mbaj mund që në kone, nëse një shqip kone sa liu. Po. Ja ku që e shqitova, që a thua tja, me Tiramat ani, pirën në të. Po. Kishen qaci, kam lot 17 vite që mere me taksi. Edhe 100? Të ta kam një flasin telefon. Njerëzit. Po qa trafiku o bashko, ka njërës lëviz, po në të qa more va, Sa ke që futen këta? Po tu Max një të shi. Ja, këtu, s'ka problem. Mbaj tu gjatë? Po. Sa të kushton, se unë 2000 lekë kam me vete tani. Nuk se kam shumë lekë. Shka thua, 2000 lekë? Aj, s'kam, nuk se... Që më gjeti belaja mua balet. Rovsh, mos të duhet më shumë. Rovsh, të tjera ty do të marrë qofse më duhet lëvizje në... Që të rejtë të më thë, po, tre të natës vjetë. Rovsh, Ika, aj. Po rikë në shpi kot. Pse? Nuk kam qa bëj, nuk e qa bën me 500 lekë. S'ke asnjë formë argëtimi, nuk del dot, nuk ha dot, nuk pi dot, nuk bën dot asgjë. Them shqyr që mbarova ato sfidat që më dhat në komente. Imagjino ti do të morëm taksin falas. Ishte 5 minuta larg vendi, 7 minuta larg. Më tregua xhaxhi mirë, I thash bravo, faleminderit dhe kur dua të lëvizë në një qytet do të marr ty. Besoj se do të rik këtu dhe pak. Dhe do shkoj të marrë një snack se është marrë dreke, janë vetëm një picë. Plus ajo kafeja ta gryen zorën dhe të bën të jesh më I uritur akoma. Po nëse kam rezistuar disa orë, që do rridhe pak shtrirë, po më zuri shumë I duhet okej. Por besoj që mund dalë në ora 6-7. Është ora 6 dhe zorët po më thonë duhet të
hambuk. Shkojmë të blejmë diçka në fast food, por duhet ta bëjmë me challenge-in e komedit këtu. Tha se duhet shkosh në fast food, por duhet porosi se çfarë porositja ai para. Diçka 500 lek, 600 lek, 1000 lek, nuk e di. Po bëj kot sikur po flas me të reja, se unë në jetë reale flas me të vjetra, më thon 500 qes i them 5000 lek, si thoni ju të gjithë paga shumë. Po thjesht në video dua të dukem sikur jam më intelektual. Dhe nuk e filmova dot kur va tani fast food, po ishte fast food më ta quajmë, ishte nga këta të lagjeve që shesin gjëra shumë të lira. I thash, bëj atë që ka marrë ai para meje, dhe atje kishte thjesht nga këta sanduiça mund ta shoh se do ta shkoni vetë. Çfarë është kjo? Okej, le njerë që ma dha në këtë kartopecetën kështu, dhe e di sa shumë e kishte mbështjell, ja. Ishte pothuajse 3-4 rrota rrotullime, nuk e di si mund t'i them me kartopeceta shkëa. 3-4 nga këto, dhe këtu dhe ja vola doli ushqimi, që me sa duket që nga i djegur, ne pas ka bërë të djegur, me qëra fjale kjo kushton të 50 lek, dhe me qa shikoni është shumë e djegur, dhe nuk e di nëse mund të hahet apo jo. Ka vetëm 2 feta salami dhe një djath, mund të themi, shko sa shumë thërime që bënte. Normal, ula atje e hëngra, dhe çdo kafshat që unë bëja, ajo ishte shumë shi e djegur, dhe thjesht lëshonte thërimet e saj sikur të ishte duke rëmbor. Darkë vendosa ta gatuaj vetë, dhe gjë më të lirë që mund gjeja, do shkoja te 1 euro, vajta te 1 euro dhe po shikoj gjëra më të lira, dhe mendova që hey, por marr një noodles, gjëra më lirë që mund të hash edhe mund të të ngopin pak. Mora atë më të lirin dhe ja mbata për shtëpi. Është koha për të testuar këto noodles që kushtojnë fiks sa bilet autobusit Kamzës. Noodles Dom Polo. I hapim. Duken si noodles normal, po pas ka me të salsën brënda, vin era këmbë. Si fillim na duhet të ndezim sobën. Duhet jetë ky butoni këtu. S'po bën. Home. Jam në shtëpi, po. Nuk po bën. Nuk po bën, seriozisht. Okej, funksionoi. Pjesën poshtë? Jo. 9, çaj bëra? Jo. 9, okej. Kemi dhe këtë diganin, mos ja vini re se gjetën poshtë koshi plerave. Tani duhet i jedhim ujë të pishëm, është ujë pa gaz, sepse ujë qesmës me sa duket që në ujë me gaz. Okej, mbushim këtë, derisa të mbushet deri te gjysmë, mos vota shumë. Sa e shpifur që duket. Tashi, efekti noodles. Okej. Do shta duhet jetë pak më shumë ujë. Me sa duket e kam gatuar gabim, sepse nuk duhet hedhur noodles këtu, kjo duhet ngrohur, pastaj te kjo pjata që kam hequr këtë, këtu duhet hedhur ujë ngrohtë. Inshallah del diçka e ngrënshme dhe jo diçka që ka shihen si plastelin. Është sfungjer, literalisht është sfungjer. Sot e madhe bëra rëmuj këtu fara. Jemi pothuajse në fund të sfidës. Nëse ju ka pëlqyer kjo video deri tani, mund të bëni subscribe, like dhe komentoni idenë tjetër se çfarë doni të shihni. Kjo po merr. Ja dallohet edhe në kamera. Okej. Mos kam marrë shumë ujë. Okej. Besoj se duhet të jetë apo jo. Okej, prita të çoj një gishtin këtu. Sa nxehtë. Brava. Kjo thot duhet ta lë për 3 minuta, më duket të reqet. Dom Polos, kisha dëgjuar ndonjëherë extra slurp. Jam bër fix si pilav. Okej, është shumë e nxehtë. Shumë e nxehtë. Çfarë do bëj? Na ikën gjysmat e noodles kod. Koha për të hedhur salsën tash. Se di sa shumë duhet i hedh. A jo ta shumë? Nuk e di. Duket të mbyta fare. Koha e së vërtetës ka dalë okej për salsa. E provoj, nuk di a japim me shans.
ka shie brumi me salcë. Do të kete pak akoma aty nga ajo salca, po që nuk janë keq. 50 lek, 60 lek që I mora unë këto. Salcë, nuk të thua salcë, është thjesht erz. Kashka. Bravo. Amen, për 6 lek qa mund të presësh, nuk pret. Sneku I vetëm që ka marrë për darkë është një cracker. Me këtë duhet ta shty natën. Nuk ja kam ide se sa ka vajtur buxheti, po është koha për të bërë llogaritjet. Duke filluar me llogaritjet, pra, 100 lekë kushton dhe pica, 60 kafe, 50 ai sanduiçi, 100 lekë ujë, sa mora të mat për gjithë ditën, 50 kushtoni noodles dhe 80 crackers. Kështu që totali kushton 440 lekë. Pra ne dolëm me bakshish, po jo, domethënë të vuash gjithë ditën me aq lek, nuk e rekomandoj fare. Kështu që nëse keni ndonjë sfidë tjetër, mos harroni të bëni like, subscribe, comment edhe shihni video tjetër.